Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani arra për 7 ditë nuk do ta besoni çfarë ndodh trurit tuaj. Arrat janë një produkt i jashtëzakonshëm veçanërisht për nevojat e trupit tonë në vjesht. Arrat janë me të vërtet një minjer antioksidantësh efektive për shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë sistemit tuaj nervor dhe kockor. Gjithashtu, për më tepër këto produkte përfshihen edhe në listën e ushqimeve të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të këqija. Frutat e arrave janë një koncentrat i acidit linolenik, një substancë e cila e mbron sistemin tuaj kardiovaskular, e rregullon qarkullimin më të mirë të gjakut dhe ul kolesterolin e keq dhe njëkohësisht rregullon normat e tensionit të lartë. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionon kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë, mirëmbani shëndetin e kockave dhe e largoni mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet e omega-3, ku bën pjesë acidi linolenik i arrave, përmirëson energjinë tek personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si një produkt kundër sëmundjeve të këqija i atribohet si energjisë midis acidit ilagjik dhe vitaminës C, efektive kundër inflamacionit dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht, omega-3 që përmbajnë arrat vepron gjithashtu në tru, duke përmirësuar funksionet tuaj nervore, aftësinë e të mësuarit dhe kujtesën. Përse duhen përdorur veçanërisht arrat natyrale shqiptare? Për të përfituar maksimumin e fuqive shëruese të arrave, është e këshillueshme që ju të konsumoni ato sa më natyrale, të cilat nuk i janë nënshtruar trajtimeve kimike. Mundohuni të mos blini arra super të bukura të trajtuara me zbardhues ose kimikate të tjera. Sigurohuni gjithmonë që të blini arra shqiptare të cilat kanë një lëvozhg më të errët dhe të njollosur që sigurisht nuk janë nënshtruar asnjë trajtimi kimik. Arrat më të mira kanë një madhësi të mesme, nuk kanë vrazhdësi të tepruar dhe fruti duhet që të jetë i freskët, i thatë dhe njëkohësisht plot vaj. Është mirë që ju të shmangni edhe arrat e qëruara pasi kontakti i gjatë me ajrin i bën arrat të humbasin shumicën e antioksidantëve aktiv. Konsumojeni arrat në këtë mënyrë. Është mirë që të mos e t'i kaloni sasinë e 5 deri në 6 arra të plota në ditë. Si çdo frut tjetër arror, arrat janë njëkohësisht të pasura me kalori, 553 kilokalori për 100 gram. Ato mbahen në një vend të freskët, mundësisht në errësirë, dhe më të mira për të ngrënë ato janë në mëngjes ose gjatë ditës. Si dhe një ushqim tepër i lehtë, arrat nga ana tjetër sigurojnë mbështetje më të mirë natyrale për energjinë, një ndjenjë të mirë të ngopjes dhe një furnizim tepër të rëndësishëm të vitaminës B6 dhe E, tiamin dhe njëkohësisht zink. Janë edhe shumë të dobishme për shëndetin e indeve nervore. Arrat mbeten një nga super ushqimet dhe një nga frutat më të shëndetshme për shëndetin e njeriut. Mjekët e rekomandojnë atë pasi kanë zbuluar dobitë e saj. Ja arsyet pse duhet që të konsumoni arra çdo ditë. Ushqimi i trurit. Acidet yndyrore tek arrat omega-3, të cilat gjenden me shumicë, e zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe njëkohësisht procese të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Arrat janë tepër ushqyese. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3,
lecitin dhe yndyrna tepër të shëndetshme. Vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arra përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës dhe mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe për parandalimin e sëmundjeve. Lufton kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaji i arrave nga ana tjetër përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulin e flokut dhe evitojnë rënjen dhe njëkohësisht ato trajtojnë zbokthin. Arra ka edhe veti kundër mykut dhe mban larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave e ushqen lëkurën, zbarth rradhët e zinj poshtë syve dhe njëkohësisht e relakson lëkurën. Për pjellorinë. Arrat përmbajnë kompleks vitaminash B si për shembull folate, riboflavin, tiamin e të tjerë. Arrat gjithashtu lehtësojnë edhe shenjat e shtatzanisë dhe nga ana tjetër zhvillojnë edhe trurin e bebes. Parandalojnë sëmundjet e këqija. Arrat parandalojnë këto sëmundje të këqija falë përbërësve si për shembull omega 3, antioksidant dhe fitosteroleve. Lufton edhe diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Kundër shëndoshjes, arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Për shëndetin e kockave. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve omega 3. Për tretjen, meqense arrat janë të pastura në fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si edhe lufton problemet me të. Përmirëson gjumin. Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin. Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin dhe ky hormon gjendet tek arrat, duke e kthyer këtë ushqim në një snack të preferuar për përmirësimin e gjumit. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave të këqija. Shëndetin e enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë çrregullimin e ritmit të rrahurave të zemrës, reduktojnë pikset e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!